Hida Isa Hoti lindur M3 i 1976 dhe ra në betej M3 i 12 i 1998. Luftari i lirisë, Hida Hoti, sot dëshmor i kombit, ishte njëri prej nxënësve më të mirë në shkollën fillore. Gjithashtu, më vonë edhe student i shuar, i radhitur me kohë në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që në maj të vitit 1998, pas të gjitha ushtrimeve të përfunduara për përgatitjen fizike të një luftari të lirisë. Hidaja, i lindur dhe i rritur në një familje shumë të madhe, në të cilën pjesën më të madhe të kohës e kalonte profesor Ukshin Hoti, shok i ngushtë i Dautit, të zotit të një shtëpie të madhe të Hotëve të Krushës së Madhe. Shumë herët pati rastin që ta dëgjoj dhe të përthit nektarin patriotik, me të cilin frymonte e tërë rinja e Krushës së Madhe veçanërisht, pas rënies së dëshmorëve të janarit të vitit 1990 në mesin e të cilëve, ishte edhe kushëriri i pare i Hidas, Halim Hoti përjetësuar më 27. Janar të vitit 1990 në lakun e dëshmorëve, ndërmjet fshatit Brestovc dhe Rahovecit, ku përveç profesorit Ukshin Hoti gjendej, edhe profesor Muhamet Malsori, rapsod i shuar, sot dëshmor i kombit. Medaljen publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në fshtrat e Anadrinit, në fshatin Drenovc të Zatriqit më 26 prill të vitit 1998. Hida Hoti, së bashku me shumë studentë të tjerë nga fshati Krushë e Madhe, është kraj komandant Xhelal Hajdestonit dhe Selajdin Mullabazit Micit, sot gjithashtu heronit të Kosovës. Kështu, plejada e studentëve të Krushës së Madhe ku bënin pjesë: Hida Hoti, Ismet Hoti, Sedat Hoti, Sinan Hoti, Isak Hoti, Bekim Gashi, Dalip Behra, Ismail Gashi, Enver Duraku, Fitim Duraku dhe shumë studentë të tjerë, sot të gjithë dëshmor. Radhitet në vijat e para të frontit të zjarrt Buz, drinit të bardhë të njohur si fronti Anadrinit, që më vonë evulon në brigadën 124 Gani Pacharizi e zonës operative të Pashtriku. Dëshmori Hida Hoti, i gjaj i sajt dhe i nënës vezire, është i lindur më 3 janar të vitit 1976 në Krushë të Madhe të Rahovecit. Mësimet e para i mori në shkollën fillore Bajram Curi të këtij fshati, e cila gjendet pothuajse në oborin e profesor Ukshin Hotit, ndërsa shkollën e mesme e mbaroi në Prizren. Pas përfundimit të shkollës së mesme, Hidaja regjistrohet në Fakultetin e Ndërtimtarisë në drejtimin e arkitekturës. Si student, reflektonte gatishmëri për pjesëmarrje në të gjitha lëvizjet dhe organizimet kundër okupatorit të Kosovës. Si student, pjesëmarrës në organizimet e rezistencës, shumë shpejt i ra në sy policisë, prandaj, jo vetëm Hidaja e shokët, por të gjithë anëtarët e kësaj familje të madhe përndiqeshin, por falë syqeltësisë së madhe të zotit të shtëpisë, zotëri Daut Hotit dhe të shumë intelektualëve të kësaj familjeje, arrin të shpëtoi rënjeve në kurthat e përgatitura në Krushë të Madhe, të cilat i bënte policia serbo-qetnike në Rahovec dhe në shumë qendra të Kosovës. Operacionet e para të organizimit të rezistencës armatosur Hidan e gjetën në bankat e universitetit. Por pasi që çlirimi i Kosovës i doli më i rëndësishëm se sa studimi, atëherë vendosi që indeksin studentor ta këmbej me pushkën e lirisë dhe kështu merrte rrugë për ta thyer Pashtrikun vetëm e vetëm që të armatosej vetë, por edhe të sjell diçka edhe për shokë. Që në mars të vitit 1998, me të dëgjuar krismat e jasharajve të Prekazit dhe të Haradinajve në Glogjan, Hidaja me tërë grupin e Krushës së Madhe kërkonte udhështeg për të shkuar në Glogjan, pasi që atyre ditëve flitej se në Glogjan kishte arritur Xhelal Hajdatoni nga Rahoveci. Bëri shumë përpjekje duke ndjekur Muhamet Malsorin si më të moshuar, e si profesor e rapsod frymëzues për rinin, vetëm e vetëm që të lidheshin me Xhelal Hajden, por nuk arriti të takohet e t'i bashkohet Tonit, prandaj edhe i bashkohet grupit të Mensur Zyberajt, sot heroi i Kosovës. Pas kontaktit të parë të prof. Muhamet Malsorit me Mensur Zyberajn, grupi i Krushës së Madhe zë të marrë frymë në mënyrë më të mobilizuar, pasi që në krye qëndronte Këshilli për organizimin e rezistencës armatosur, në krye të cilit qëndronin Muhamet Malsori, Ismet Gashi dhe Ragip Hoti, i vëllai profesor Ukshin Hotit, sot dëshmor i kombit, sikurse edhe Muhamet Malsori. Me arritjen e Xhelal Hajdës në Drenoc të Zatriqit, fillojnë edhe vizitat e para në fshatin Krushë e Madhe, pasi që ishte një pash i durakëve të këtij fshati. Kështu edhe ushtria çlirimtare e Kosovës zë të shtrihej prej Drenoci, ka drinasi në drejtim të Gardishtit, për ta prerë aksione magjistrales Prizren-Gjakov te ura e fshajt, dhe të lidhet me korridori logjistik të Hasit, përkatësisht me fshatin Rogov. Me urdhërin e komandant Tonit, për nevojat e logjistikës, grupi i Muhamet Malsorit, i njohur si Stuhia, i prir nga Xhavit Elshani Leopardi, në të cilin gjendej edhe Hida Hoti, merr rrugë për në Shqipëri në mënyrë që atje të takohej me Fehmi Hotin, pasi që Fehmiu ishte njëri prej veprimtarëve të shuar të Krushës së Madhe. Por lajmi për rënien e Xhelal Hajdës, Selajdi Mullabazit, Hamdi Hajrizit, Bektesh Halitit dhe Nezir Ymerit të kryqi i Apterushës, më 6 nëntor të vitit 1998,
I tronditi të gjithë luftëtarët e lirisë, prandaj edhe studentët e Krushës së Madhe me në krye profesorin e tyre Muhamet Malsori. Këta tentojnë që me çdo kusht të kthehen në Kosovë dhe të ribashkohen luftëtarëve të Anadrinit. Ata bën përpjekje titanike e sizifiane për t'u kthyer, por mundësit ishin të kufizuara pasi që Pashtriku ishte bërë garv. E ky ishte dhjetori i Krushës së Madhe, dhjetori i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhjetori i Pashtrikut të egër, kur çdo shkrep e çdo shkure kishte mbuluar bora e bardhë për të zezën në lugun e zi të Pashtrikut. Atë ditë, për t'u kthyer në Anadrinin e përgjakur, ishin nisur profesor Muhamet Malsori me Hysni Durakun, Skënder Hamelin, Hida Hotin, Sedat Hotin, Isak Hotin, Ismet Hotin, e Sinan Hotin, e që përveç Hasianit Skënder Hameli, të gjithë ishin nga Krusha e Madhe, madje 5 studentë të një vatre familjare. Të gjithë ishin nisur me këngë në gojë, armët në krah e indeksa në xhepa, me shpresë se në Kosovën e lirë do t'i përfundojnë studimet e nisura. Dhe pikërisht në lugun e zi të Pashtrikut, afër Trumçeve, Lkenit dhe hurdhave të Bajra Malokut, fillojnë pritat për djelmoshat e Krushës së Madhe, dhe të gjithë njerëzit ja morën asaj këngë. Për ata, të sprasme, por edhe të hareshme për Kosovën e ndëruar Matan Kosove. E në Krushën e Madhe u hapën plagët e nënës Vezire, të babës Isa Hoti, të vëllait Valone të motrave, Hasibe, Mivedete, Elhame dhe Ferdane. Sot trupi i dëshmorit Hida Isa Hoti pushon në kompleksin e dëshmorëve. Agim Hoti, Agim Nalli, Bekim Gashi, Dalip Behra, Enver Duraku, Fahredin Hoti, Halim Hoti, Hysni Duraku, Fitim Duraku, Isak Hoti, Ismail Gashi, Ismet Hoti, Muhamet Malsori, Naser Ramadani, Niazi Gashi, Ragip Hoti, Sami Nalli, Sedat Hoti, Sinan Hoti, Shukri Hoti. Gjemali Hoti e martirëve të këtij fshati të shënuar në faqet më të ndritshme të historisë së luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe na mëshim të gjithë. Presin ditët më të mira për Kosovën dhe për të gjitha trojet etnike. E kalimtarit ende i tingëllojnë vargjet shpresëdhënëse të rapsodit Blerim Shala. Po ku je, more Ukshin Hoti? Pa ty nuk vjen liria.